Përshëndetje të nderuar shikues, jemi së bashku në edicionin informativ të orës 14 këtu në studion e Blu Televizion. Një ndër situatat më të vështira që vinë rrallë, kështu e quan nën prefekti Sarandës, Kristaq Kiço, atë që ndodhi në Sarandë në pak minutat e mbrëmjes së 21 korrikut. Sipas tij, vendosja e normalitetit të plot në furnizimin me energji elektrike dhe ujë të pishëm, si në qytetin e Sarandës dhe në Ksamil, ishin prioritete. Stuhia la gjurmë në kulmin e sezonit, një ndër situatat më të vështira që vinë rrallë, kështu e karakterizon nën prefekti Kristaq Kiço atë që ndodhi në Sarandë në pak minuta në mbrëmjen e 21 korrikut. Pemë shekullore të shkullura, makina të dëmtuara për shkak të rënies së tyre, dëmtime të ndodhura deri dhe në varrezat e qytetit për shkak të stuhisë krejt të veçantë, ndërprerje të furnizimit me energji elektrike dhe ujë të pishëm, si dhe deri humbje jetës së një peshkatari në Ksamil. Ky është bilanci ende i paplot që bën nën prefekti Kiço për ato që u shkaktuan në ato pak minuta stuhijet papar në brigjet e Sarandës dhe Ksamilit. Kemi kaluar një situatë shumë të vështirë gjatë ditës së dieshme. Një situatë e cila rrallë mund të ndeshet, është e parë domethënë që ndeshim një situatë të tillë, një ciklon të tillë, e cila edhe pse kaloi për një kohë fare të shkurtër, me disa minutësh, ishte me pasoja të rënda për bashkinë e Sarandës. Kuptohet që strukturat shtetërore reaguan në mënyrë të menjëhershme, duke filluar që nga drejtoria dhe ndërmarrja e shërbimeve të Bashkisë së Sarandës, stacioni Zjarfikës dhe gjithë personeli, duke futur këtu edhe punonjësit e OSHE-s edhe të usjellësit, të cilët treguan një gatishmëri maksimale për të vendosur gjendjen nën kontroll. U desh një kohë relativisht e gjatë për të hapur rrugët kryesore, pasi nga informacione paraprake, sepse akoma nuk janë evidentuar të gjitha dëmet që janë bërë. Kjo do vazhdojë gjatë ditës së nesërme, janë rrëzuar sipas të dhënave nga ndërmarrja e shërbimeve rreth 50 pemë shekullore. Kuptohet që rënja e këtyre pemëve ka shkaktuar problematika edhe në mjetet në automjetet, të cilët kanë qenë të parkuar apo në lëvizje në ato momente, por edhe shumë dëme të tjera në shtyllat e tensionit, po në shtyllat e ndriçimit, në stacionet e plazhit gjatë gjithë lëvizjes tregtare, duke filluar që nga Saranda deri në Ksamil. Dhe njëkohësisht informacionet e para janë që janë bërë dëme edhe në varrezat e qytetit, pasi edhe aty ka pasur pemë të cilat kanë qenë, kuptohet edhe ato pemë të mëdha dhe shumë vjeçare, të cilat presim që t'i evidentojmë në vijim. Përballë kësaj situate emergjencesh, Kiço tregon se pati një reagim të shpejtë të strukturave shtetërore duke nisur nga ndërmarrja e shërbimeve publike nga OSHE dhe Shoqëria Rajonale e Ujësillësit. Ai thotë se në ndihmë të tyre për normalizimin e situatës do të jenë edhe forca dhe mjetet e ushtrisë, ndërkohë që evidentimi i dëmeve vijon. Fakti që goditja nga stuhia erdhi në kohën kur sezoni turistik është në kulmin e tij bën që prioriteti i parë të jetë rivendosja e normalitetit të plot në furnizimin me energji elektrike dhe ujë të pishëm, si në qytetin e Sarandës ashtu edhe në Ksamil, pasi sipas nën prefektit ende nuk ka probleme. Duke vlerësuar gjithë këtë situatë e cila ka lënë shumë dëme mbrapa saj, është gjykuar edhe nga ana e Bashkisë së Sarandës në komunikim edhe me Ministrinë e Mbrojtjes dhe me Agjencinë Kombëtare të Mbrojtjes Civile për prezencë të ushtrisë me mjete të cilët edhe ata do ndihmojnë për heqjen dhe pastrimin e rrugëve nga të gjitha mbetjet dhe pemët të cilët kanë rënë gjatë ditës së dieshme. Ajo që duhet theksuar është që përveç një rasti që është evidentuar dhe shpreh ngushëllimet e mia familjes gjatë ditës së sotme, është evidentuar edhe një nga policia kufitare
e Sarandës, një humbje jete e një peshkatari në zonën e Ksamilit përballë ishujve të Ksamilit, dhe sot rreth orës 11 është evidentuar dhe është nxjerrë nga raporti që kemi, nga informacioni që kemi nga policia e Kufirit, dhe është kuptohet viktima e vetme e kësaj stuhie që ka ndodhur ditën e ndjeshme. Kuptohet që angazhimi parësor i strukturave është që duke qenë se jemi edhe në kulmin e sezonit turistik, të kemi të normalizojmë furnizimin me energji elektrike. Unë kam kontaktuar edhe me drejtorinë rajonale të OSHE-s dhe edhe me drejtorinë rajonale të Ujqelësit, të vendosim në normalitet furnizimi me energji elektrike dhe me ujë, të furnizojmë me ujë. Kemi akoma probleme, sipas të dhënave të drejtorisë rajonale të OSHE-s, për furnizimin me energji elektrike në qytetin e Sarandës. Në Ksamil kuptohet që kemi akoma një problematik për sa i përket furnizimit me energji elektrike të stacioneve të pompimit të ujit të pishëm në zonën e Çukës. Kuptohet që kjo është një situatë e cila ka qenë nga më të vështira që kemi kaluar, dhe gjitha strukturat shtetërore do jenë të angazhuara maksimalisht që të rivendosin situatën në normalitet. Për shkak të përkeqësimit të motit në det, mjetet e vogla lundruese dhe ato të peshkimit nuk janë lejuar të dalin në det të hapur, pas urdhrit të kapitenerive në portet Vlorë dhe Sarandë. Dalimi deri në orën 6:25 korikut prek mjetet dhe skafet që operojnë jashtë xhirit të Vlorës, si edhe në zonat Dërmi, Himar, Borxh dhe Ksamil. Kushtet e përkeqësuar atmosferike pezullohet lundrimi detar në Vlorë. Pezullimi i lundrimit do të jetë prej orës 14 të datës 24 korik dhe do të vijojë deri në orën 6 të mëngjesit të datës 25 korik. Në njoftimin e saj zyrtar, Kapiteneria e Portit të Vlorës ka bërë me dije se e dallgët pritet të arrijnë nga 1.5 metra brenda xhirit të Vlorës deri në 3.5 metra jashtë xhirit, duke bërë të pamundur lëvizjen e mjeteve lundruese dhe atyre të peshkimit. Pezullimi i lundrimit detar do të jetë edhe për zonën e Dërmiut dhe Himarës deri në orët e para të mëngjesit të ditës së nesme. Ndërkohë për sa i përket tragedit të linjës Vlorë-Brindisi, ai do të vijojë të operojë normalisht në itinerarin e përcaktuar. Përkeqësimi i kushteve atmosferike ka sjellë pezullimin e lundrimit për mjetet e vogla detare në Vlorë. Sipas njoftimit të Kapitenerisë së Portit, bazuar në parashikimet për mot të keq dhe përkeqësim të kushteve hidrometeorologjike, masat kanë hyrë në fuqi nga ora 14 e datës 24 korik dhe do të mbeten në fuqi deri në orën 6 të mëngjesit të datës 25 korik. Gjatë kësaj periudhe priten erëra në drejtim veri-veri perëndim me forcë 6 deri në 7 ball, me shpejtësi nga 15 deri në 25 metra në sekond, ndërsa lartësia e dallgëve parashikohet të arrijë nga 1.5 deri në 3.5 metra, duke krijuar rrezik për lundrimin e mjeteve të vogla. Për këtë arsye është ndaluar pajisja me lejenisje për të gjitha mjetet e vogla lundruese dhe ato të peshkimit që planifikojnë të operojnë jashtë xhirit të Vlorës në det të hapur si edhe në zonën detare Dërmi, Himar. Ndërkohë, mjetet që ndodhen brenda xhirit të Vlorës këshillohet të tregojnë kujdes maksimal dhe të marrin në konsiderat kushtet e rënduara të motit përpara çdo lundrimi. Kapiteneria u ka bërë gjithashtu thirrje të gjitha subjekteve dhe institucioneve që ushtrojnë aktivitet në fushën e detarisë të bashkëpunojnë për zbatimin e masave të sigurisë, duke siguruar mjetet lundruese në port dhe duke rritur gatishmërinë e ekuipazheve. Ndërkohë, anijet e transportit ndërkombëtar detar do të vijojnë aktivitetin normal sipas destinacioneve të planifikuara, pasi kushtet e parashikuara nuk ndikojnë në operimin e tyre. Rane e likën e skafit një ditë më parë dhe mbeti i plagosur. 17 vjeçari Santiago Cercizi, i shtruar urgjent në Spitalin Rajonal të Vlorës, është nisur drejt Spitalit të Traumës në Tiranë për një shërbim më të specializuar. Ngjarja ndodhi teksa mjeti lundrues po kthehej nga Gadishulli i Karaburunit drejt Molit të Vlorës. Një 17 vjeçari, identifikuar si Santiago Cercizi, u aksidentua me zditën e së enjtes në zonën e Karaburunit, duke udhëtuar me një mjet lundrues si turist, së bashku me persona të tjerë, duket që nga shpejtësia e skafit
që 17 vjeçari Santiago Cercizi ka rënë dhe përpasoj është prerë nga helikat e skafit në pjesën e pasme të trupit, por edhe në gjymtyrët e poshtme. Burimen nga Spitali i Vlorës bën me dije se 17 vjeçari ishte në gjendje të rëndë për jetën. Për rreth 3 orë u arrit të ndaloj hemorragjia, ndërkohë që është transportuar më pas dhe Spitalit të Traumës në gjendje të rëndë ku vijon ende nën kujdesin e mjekëve. Një 17 vjeçar ka mbetur i plagosur rënd pas një aksidenti në det në ngjarjen e ndodhur pas ditën e së njëjtës. Sipas informacioneve paraprake, i riu i identifikuar si Santiago Cercizi dyshohet se ka rrëshqitur nga mjeti lundrues ku ishte së bashku me turistë të tjerë dhe është goditur nga helikat e një skafi, duke pësuar prerje të shumta dhe dëmtime serioze në këmbë dhe në pjesë të tjera të trupit. Menjëherë pas ngjarjes ai ishte transportuar me urgjencë në Spitalin Rajonal të Vlorës, ku stafi mjekësor i ka dhënë ndihmën e parë. Mjekët kanë arritur të ndalojnë hemorragjin dhe ta stabilizojnë gjendjen e tij, duke bërë të mundur transportimin drejt një spitali më të specializuar. Për shkak të plagëve të rënda dhe gjendjes së rënduar shëndetësore, 17 vjeçari është dërguar më pas në Spitalin e Traumës në Tiranë, ku po merr trajtim të specializuar nga ekipet mjekësore. Ndërkohë rrethanat e aksidentit mbeten ende të paqarta. Autoritetet kanë nisur hetimet për të zbardhur dinamikën e plotë të ngjarjes dhe për të përcaktuar përgjegjësitë, ndërsa pritet që në vijim të jepen detaje të tjera zyrtare mbi rastin. Janë shpallur fituesit e parë të skemës kombëtare për vitin 2026. Sipas Agjencisë së Zhvillimit Bujqësor dhe Rural, rreth 21.000 janë fermerët e kualifikuar në fazën e parë të përzgjedhjes për skemat mbështetëse në blegtori dhe bletari. Janë shpallur fituesit e parë të skemës kombëtare për vitin 2026. Agjencia e Zhvillimit Bujqësor dhe Rural ka njoftuar fermerët që kanë aplikuar për skemat mbështetëse në blegtori dhe bletari, që të kontrollojnë statusin e aplikimit dhe të plotësojnë dokumentet nëse u kërkohet. Rreth 21.000 blegtor dhe bletar janë kualifikuar në këtë fazë të parë të skemës kombëtare në bujqësi dhe blegtori për këtë vit. Numri më i lartë i përfituesve është tek tufat e imta dhe mbarshtimi i bletarisë. Më konkretisht janë 7.234 aplikime për braktit të imta të kualifikuara, ndjekur nga 7.000 fitues në bletari, më pas 6.661 aplikime të kualifikuara për tufat e lopëve dhe vetëm 269 aplikime të kualifikuara për mbarshtimin e dosave. Agjencia e Zhvillimit Bujqësor dhe Rajonal ju bën thirrje fermerëve të kualifikuar që nëse u kërkohet të plotësojnë dokumentacionin, të paraqesin atë brenda 20 ditëve, në të kundërt mund të skualifikohen. Ndërkohë, aplikimet për masat mbështetëse në bujqësi, si për të mbjellat, për ferma organike, për sera, peshkim apo dhe për skemat e investimeve, ende janë në proces verifikimi dhe pritet që fituesit të shpallen në vijim. Në total janë 42.728 fermer që aplikuan në skenën kombëtare, ku rekordin e mban Fieri, ndjekur nga Korça, Elbasani dhe Vlora. Mbarvajtja e sezonit turistik, prioriteti i Drejtorisë Rajonale të Trashëgimisë Kulturore në Vlorë. Sipas drejtorit të këtij institucioni, Orges Feimi, në fokus është përmirësimi i infrastrukturës në të gjitha sitet dhe parqet arkeologjike të qarkut të Vlorës. Mbarvajtja e sezonit turistik mbetet një nga prioritetet e Drejtorisë Rajonale të Trashëgimisë Kulturore në Vlorë. Përgatitjet kanë nisur që më 1 maj, datë që shënon edhe fillimin zyrtar të planit të masave, i cili do të vijojë deri më 31 tetor. Drejtori i këtij institucioni, Orges Feimi, në një intervistë për Blu Televizion, thekson se fokusi kryesor mbetet koordinimi mes institucioneve për ruajtjen, mirëmbajtjen dhe përmirësimin e infrastrukturës në të gjitha sitet dhe parqet arkeologjike të qarkut të Vlorës. Një tjetër element i rëndësishëm është i sinjalistikës orientuese, promovimi i vlerave të trashëgimisë kulturore, si dhe përgatitja dhe shpërndarja e broshurave informuese, të cilat do të shërbejnë si vizitorëve vendas ashtu edhe turistëve të huaj. Tashmë jemi në kulmin e sezonit turistik, ku sezoni turistik ka filluar që prej datës 1 maj të këtij viti dhe përfundon në datën 31 tetor të po këtij viti. Sigurisht sezoni turistik ka dinamikën e vetë, qoftë në problematika që ndeshen gjatë sezonit turistik, por edhe në përgatitjen paraprake që ne duhet të kryejmë si institucion për një sezon turistik sa më të suksesshëm brenda pritshmërive tona. Dhe për këtë gjë, si çdo vit, Drejtoria Rajonale e Trashëgimisë Kulturore Vlorë merr masat paraprake për sezonin turistik. Unë do të veçoja disa prej tyre. Së pari ka të bëjë me koordinimin institucional, qoftë me
institucionet të nivelit qendror, por edhe me ato të nivelit vendor, ku Drejtoria Rajonale e Trashëgimisë Kulturore është pjesë edhe task force-s sezonit turistik për vitin 2026, bashkëpunimi i cili lidhet kryesisht me ruajtjen, mbrojtjen e monumenteve të kulturës dhe siteve arkeologjike, por edhe me përmirësimin e infrastrukturës për këto lloj monumentesh apo sitesh arkeologjike. Së dyti kemi të bëjmë me riparimin dhe zvendësimin e të gjitha tabelave orientuese dhe shpjeguese plus edhe shtimin e tyre në ato raste ku është e nevojshme, pasi siç dihet gjatë sezonit të dimrit, gjatë muajve të dimrit ka dëmtime të këtyre tabelave që kryesisht lidhen me faktorët natyror. Së treti kemi të bëjmë me pastrimin e vegetacionit në të gjitha këto monumente, pasi çdo fillim pranvere në këto site dhe monumente ka një vegetacion të shtuar dhe një bimësi të shtuar në këto monumente. Së katërti do ta theksoja këtë ka të bëjë me krijimin e kordoneve të sigurisë në ato monumente apo site arkeologjike që janë më të riskuara nga batat e zjarrit, pasi siç ju jeni ndjeni viti 2025 ka pasur një numër zjarresh të shtuar, të cilat kanë arritur deri edhe të riskonin monumentet të kulturës, por për fat të mirë nuk kemi pasur asnjë prej tyre të dëmtuar nga zjarret. Së pesti është pajisja e biletarive për ato monumente dhe sitet arkeologjike që janë me biletari, me fletpalosje dhe broshura që të jetë një informacion i shtuar edhe për vizitorët. Kemi të bëjmë së gjashti me promovimin e monumenteve të kulturës dhe siteve arkeologjike, pasi është një gjë shumë e rëndësishme për institucionin tonë, por edhe për t'i njohur dhe për t'i orientuar edhe më shumë vizitorët rreth këtyre monumenteve. Kemi të bëjmë së shtati me riorganizimin e gjithë kapaciteteve të institucionit, pasi siç ndodh edhe çdo vit me urdhër të ministrit të turizmit, kulturës dhe sportit, miratohen të gjitha, do të thosha të gjitha nevojat dhe të gjitha organizimet që duhet të kryejnë çdo institucion që është në shërbim të trashëgimisë kulturore shqiptare, ku kemi një orar të zgjatur të gjitha këtyre monumenteve dhe siteve arkeologjike dhe kapacitetet tona riorganizohen për një shërbim sa më cilësor dhe me etik për këta vizitorë që zgjedhin të vizitojnë monumentet tona. Pastaj ka të bëjë edhe së fundmi koordinimi me gjitha agjencitë turistike apo me ciceronët udhërrëfyesit e certifikuar për një shërbim sa më cilësor ndaj këtyre vizitorëve. Nëse i referohemi biletave për këtë vit dhe shifrave krahasimore me vitin e kaluar, gjatë 6 mujorit të parë të vitit 2026 ka pasur një rritje të numrit të vizitorëve. Për vitin 2025 gjatë 6 mujorit të parë kanë qenë rreth 13.760 vizitorë që kanë vizituar monumentet tona dhe sitet arkeologjike për 7 monumente dhe site që ne i kemi të vizituar me kundrejt biletës. Kurse për 6 mujorin e parë të vitit 2026 në total kanë qenë 18.696 vizitorë. Kjo shifër do të ishte edhe me lartë nëse do të përmendim, do të kishim edhe Kalan e Kaninës, pasi siç ju e dini, Kala e Kaninës është në proces restaurimi dhe që prej muajit maj të vitit 2025 ka qenë e mbyllur. E përkthyer në përqindje janë rreth 35.8% më shumë vizitorë për 6 mujorin e parë të vitit 2026. Kjo rritje do të thosha përkthehet edhe në një rritje të ardhurash, pasi për vitin 2025 për 6 mujorin e parë ka qenë rreth 3.8 milion të ardhurar nga biletarit, kurse për 6 mujorin e parë të vitit 2026 ka qenë rreth 5 milion lekë të reja, ku janë rreth 1.2 milion lekë të reja më shumë, në përqindje rreth 35% vizitorë më shumë. Dua të theksoj faktin se ky trend i rritjes së numrit të vizitorëve nuk po pasqyrohet edhe në fillimin e 6 mujorit të dytë të vitit 2026, ku në ditë e para të muajit të korrikut, por edhe në vazhdimsi kemi pasur të njëjtën numër vizitorësh me vitin 2025, por jo të njëjtën rritje siç ja u theksova që ka qenë për vitin 2026. Fejimi është ndalur edhe tek numri i vizitorëve, duke bërë të ditur se gjatë 6 mujorit të parë të këtij viti është regjistruar një rritje prej rreth 35% krahasuar me të njëjtën periudhë të vitit të kaluar. Megjithatë, sipas tij, kjo tendencë rritëse nuk është reflektuar gjatë gjithë muajit korrik, ku numri i vizitorëve ka mbetur pothuajse në të njëjtat nivele si një vit më parë. Dhe ndrojmë temë zhvillimi me emrat të spikatur të skenës shqiptare dhe asaj ndërkombëtare. Lelizir Damor, opera u njohur komike e Gaetano Doncinetit, ka zbritur mbrëmjen e njëjtë në skenën e improvizuar në shëtitoren bregdetare të Vlorës. Shfaqja u ndoqi jo vetëm nga qytetarë vlonjat, por edhe shumë të huaj që jetojnë në Vlorë. Që pas një eksperiencë të mrekullueshme në teatrin Petro Marko vjet,
me qendrën kulturore Rezonans Flora Filharmoni të sillnim një vepër të Gaetano Donizetit, Ritëm. Me emrat të spikatur të skenës shqiptare dhe asaj ndërkombëtare, Lelisir Damor, opera e njohur komike Gaetano Donizetit ka zbritur mbrëmjen e njëjtë në skenën e improvisuar në shëtitoren bregdetare të Vlorës, në një rrëfim të thjeshtë dhe argëtues për Nemorinon, i cili beson tek një eliksir magjik, por që zbulon se forca më e madhe është dashuria, në interpretimin e tenorit Josip Gjipali dhe sopranos Ardita Meni në rolet kryesor. Artistët kanë përcjell për publikun vlonjat pasion, ngjyra dhe atmosferë mesdhetare. Mes muzikës plot dritë të Donizetit dhe një atmosferë mesdhetare, artistët Artur Vera, Eugenio Maria De Giacomi dhe Grace Shametaj në drejtimin e dirigjentit Thanas Çaçi dhe pjesëmarrjen e orkestrës simfonike të forcave të armatosura dhe korit të Universitetit të Arteve, drejtuar nga Bujar Alliu, e shndruan eliksirin në simbol të shpresës dhe dëshirës njerëzore për të ndjerë i zgjedhur dhe i dashur, duke ruajtur frymën e lehtë dhe lozonjare të komedisë lirike. Shfaqja u ndoq me shumë admirim nga spektatorët e shumt në sheshin pranë shëtitores bregdetare, jo vetëm qytetar vlonjat, por dhe të huaj që jetojnë në Vlorë. Lelisir Damor bashkoi interpretime të nivelit të lartë, vizion artistik bashkohor dhe një qasje të freskët skenike në skenën pranë bregdetit në Vlorë. Kjo ishte gjithçka e përgatitur për këtë edicion informativ. Ju falenderoj për vëmendjen, bashkë mirupafshim.